Dhe këtu po na drejton Davidi. In my life, Në jetën time, I'm known for being a very hard sleeper. unë njihem që kur fle gjumë, asnjë gjë s'më zgjon. You can ask my wife. Mund të pyesni gruan time. I sleep through the crying children, Unë fle kur fëmijët qajnë, the car alarms, kur bie alarmi I makinës, her alarm, alarmi I telefonit saj, my alarm, imi, the neighbor's alarm, I fëmijëve, and every other noise that happens in our apartment complex. dhe çdo zhurmë që mund të ndodhi në atë lagjen tonë. I'm a very hard sleeper. Unë fle gjumë top. But I them. can think of some seasons when sleep has escaped my life. Por mund të kujtoj disa momente, disa kohë të jetësime kur nuk flija dot. And those seasons are most often connected to a few things. Dhe shpesh ato janë kohë të lidhura me disa gjëra. When I am worried about something, Kur jam I shqetësuar për diçka, when something is outside of my control, kur diçka është jashtë kontrollit tim, when I'm stressed about my performance in school or at work. kur jam I stresuar për performancën time në shkollë apo në punë, And during the day, those thoughts don't bother me that much. edhe gjatë ditës këto mendime nuk është që më shqetësojnë shumë, But when I go to lay my head down at night, po kur shtrihem në darkë and the day begins to replay in my mind, dhe filloj të riluaj ditën në mendjen time, these thoughts come to steal my sleep. këto mendime më vjedhin gjumin. Here's King David chased out of his house, Ja ku është mbreti David, In the përzën nga shtëpia e vet, in the wilderness hiding. I fshehur në shkretë të tir. I can only imagine the thoughts and doubts that he faces. As mund të imagjinoj mendimet dhe dyshimet me të cilat ai përballet. Maybe you're not sleeping in the desert and your family member is not trying to kill you. Ndoshta ti nuk je I shtrirë në shkretë të tir apo ndonjë familjar që po përpiqet të vrasë ty tani, But maybe there's things in your life that keep you up at night. por ndoshta ka gjëra në jetën tënde që të mbajnë zgjuar natën. David sets an example for us Davidi po vendos një model, një shembull për ne. when the thoughts of the enemy come against us. Kur mendimet e armikut vinë kundër nesh, How do we battle these things? si përballemi, si luftojmë këto gjëra. The first thing he does is he chooses remembrance over bitterness. Gjë e parë që ai bën, ai zgjedh kujtesën për bri hidhërimit. I meditate on you throughout the night. Unë të kujtoj ty në shtratin tim, të mendoj kur I zgjuar natën. He chooses trust over control. Ai zgjedh besimin përpara kontrollit. You are my helper. I sing for joy in the shadow of your wings. Ti ke qenë ndihma ime, unë këndoj tërgëzim në hijen e krave të tu. And confidence over worry. Dhe ai zgjedh konfidencën mbi shqetësimin. We have to remember he did not learn this through a life of simplicity and ease. Tani duhet kujtojmë që Davidi nuk e mësoi këtë gjë për shkak se jeta e tij ishte e lehtë. David's life was filled with significant battles and trials. Jeta e Davidit është e mbushur me betejë dhe sfida shumë të mëdha. From the shame of his family not including him, Që nga turprimi nga familja e vet që nuk e përfshin kur Samueli erdhi të zgjidhte një mbret, in the feast when Samuel showed up to anoint the brothers. tek festa kur Samueli erdhi dhe do të vajoste një nga vëllezërit e tij, një nga djemtë e saj si mbret, To the envy and jealousy of his first boss. deri tek zilia dhe xhelozia e mbretit, shefit tij të parë. King Saul trying to kill him again and again and again. Mbreti Saulu përpoq ta vriste her pas here. And now he is being forced out of his kingdom by his son grabbing for control. Dhe tani ai është përzën nga mbretëria e tij, nga djali I vet që është I jetur për pushtet dhe kontroll. He could have chosen bitterness. Ai mund kishte zgjedhur inatin, zemrimin, hidhërimin. He could have chosen control. Mund kishte zgjedhur kontrollin. He could have chosen worry. Mund kishte zgjedhur shqetësimin. But instead, he chooses to remind himself of the God he serves. Por në vend të saj, ai zgjedh të kujtojë veten e tij kush është Perëndia që ai I shërben. The enemy loves to overwhelm us. Armiku vdes të na te ngarkoj,
with negative thoughts me mendime negative, that deny the reality of the God we serve. që mohojnë realitetin e Perëndisë të cilit ne I shërbejmë. Our God is a God of abundance. Perëndia jonë është Perëndi I bollëkut. Our God is a God of peace, not chaos. Perëndia jonë është Perëndi I paqes, jo I kaosit. Our God is a God of comfort. Perëndia jonë është Perëndi I ngushëllimit. And when we approach these difficult seasons Kur ne afrohemi në këto stin të vështira, and we choose to run to God as David did, edhe zgjedhim të vrapojmë drejt Perëndisë ashtu si Davidi bëri, we can come to a deeper understanding of the God that we serve. ne vim në një të kuptuar më të thellë se kush është Perëndia që I shërbejmë. David reveals the secret of peace in our restless nights. Davidi zbulon sekretin e paqes në netët tona të shqetësuara. But those who persecute him are still at play. Por ata që e përndjekin atë janë akoma duke vepruar. How can we live at peace Si mund të jetojmë në paqe? while those that persecute us are still out there? Kur ata që na përndjekin janë ende aty jashtë. Let's see how David handles this. Ja ta shohim se si e përballoi këtë gjë Davidi. See, the core of his problems Thelbi I problemeve të tij were things that were not caused by him. ishin gjëra që në fakt nuk ishin shkaktuar nga ai. He had experienced an injustice in his life. Ai përjetoi një padrejtësi në jetën e vet. And I love justice personally. Dhe unë për veten time e dua shumë drejtësinë. Does anyone else like justice? E do dikush tjetër drejtësinë? It is very easy for me to root for the good guy in a movie. Është shumë e lehtë për mua që të bëj tifo për të mirin në një film. Like when I watch The Dark Knight, Për shembull, kur shikoj Kalor si I errët, Dark Heath Knight, Ledger does such a good job playing a bad guy. është një film ku një aktor shumë I famshëm, Heath Ledger, luan të keqin And it's so easy to just hate him dhe është shumë e lehtë ta urresh atë. and root for Batman. Edhe të bësh tifo për Batman. But also, I like justice when I drive my car. Por mua më pëlqen drejtësia dhe kur ngas makinën time. That guy cut me off. Nëse dikush më pret rrugën, I love justice. unë e dua drejtësinë. Maybe I'll cut him off. Ndoshta unë do t'i pres rrugën atij. You know, you guys live in Albania. Një jetoni në Shqipëri. It's a little bit of the Wild West out here. Është pak si perëndimi I egër këtu. Amen. I love justice when I drive my car. Po unë e dua shumë drejtësinë kur ngas makinën. Sometimes just like the toot of my horn is so gratifying to me. Më duket ndonjëherë sikur kur I bie Boris, sikur më shpërblen, më jep një vetë kënaqësi. I can find myself invested in stories of injustice. Unë mund ta gjej veten time që jap veten time në histori pa drejtësie. Asking like, what do we need to do to bring these people to justice? Do me thënë mere me pa drejtësi, të them ç'a duhet bëjmë që t'i sjellim këta njerëz përpara drejtësisë. But something in my life Por diçka në jetën time just never feels that good when I actually get the justice I want. nuk ndihet dhe aq mirë kur unë e marr drejtësinë që unë dua. Like if I feel in situations in my life Nëse unë kam situata në jetën time where justice is actually played out on my side, kur drejtësia është në anën time, I typically walk away feeling like, that just didn't feel as good as I thought it would. unë largohem duke menduar nuk ndihem dhe aq mirë. Like, we were too harsh on that person. Ne u treguam shumë të ashpër me këtë personin. Or like, I just wish we would have got a little bit more in there. Do doja që të merreshim pak më shumë me situatën. Well, I think part of that is to remind me that I'm actually not called to be the judge. Edhe mendoj që një pjesë e kësaj është se për të më kujtuar mua që unë nuk jam thirrur për të qenë gjykatësi. My judge or my ability to judge a situation is clouded. Aftësia ime për gjykuar një situatë është shumë e zbetë. I have biases. Unë jam I anshëm. I have specific ways of thinking. Kam një mënyrë specifike të menduari. And often those don't allow for actual justice to take place. Edhe shpesh këto nuk lejojnë domosdoshmërisht që drejtësia e plot
ndodh. And David actually sets the example of how to carry out justice. Davidi në fakt vendos shembullin se si mund ta vendosësh drejtësinë. He doesn't look to his own actions, Ai nuk shikon veprimet e veta, even though he's King David. edhe pse ai është mbreti David. He turns to a different type of justice. Ai kthehet një drejtësie që është pak ndryshe. He chooses to release his expectations and trust God. Ai vendos t'i dorëzoj pritshmëritë e veta dhe t'i besoj Perëndis. We serve a God that desires mercy among his people, Ne I shërbejmë një Perëndije që do mëshirën ndaj njerëzve të tij, as an example of his heart for the world. si një shembull I zemrës së tij për botën. David gives us a great example Davidi na jep një model fantastik. by not wanting to carry out the justice against his son that he rightfully deserves. Duke mos kërkuar të vendoset drejtësia kundër djalit të tij, But he që ai e choo- meriton. He chooses to show him mercy. Pra I vendos t'i tregojë atij mëshirë. God also had a son Perëndia ka një bir gjithashtu, who actually didn't deserve the judgment he received. që në fakt nuk e meritonte dënimin që ai mori. David was giving us a representation Davidi po na jepte ne një shëmbulltyr, një model of the heart of God të zemrës së Perëndis, that loved his children, që I deshi fëmijët e tij, even though they had sinned, edhe pse ata kishin mëkatuar, even though they had done atrocious, awful things. edhe pse kishin bërë gjëra të tmerrshme. He chose love. Ai zgjodhi dashurinë. He trusted God to bring justice. Ai besoi Perëndis që do të vendoste drejtësinë. David gives us an example Davidi na jep ne një shembull, një model of a deep trust that says, God, you can actually protect and guard me. të një besimi të thellë që thot Perëndi ti mund më mbrosh edhe të më ruash mua. Here, David has given us a master class Këtu Davidi po na jep një klasë elitare, master class si quhen. in how to handle a difficult season, Si të përballemi, si të trajtojmë një stin të vështirë, to choose remembrance over bitterness, të zgjedhim të kujtojmë në vend që të hidhërohemi, and to remember that the Lord is our provision, edhe të kujtojmë që Perëndia është siguruesi ynë, that we can trust in the Lord, that He is our comfort, që mund të besojmë që Perëndia është ngushëlluesi ynë, and the Lord will carry out justice. edhe Perëndia do të vendosi drejtësinë. And this is incredibly important for us to learn Dhe kjo është e rëndësishme për ne që ta mësojmë, because God desires a group of people sepse Perëndia po kërkon një grup njerëzish that when their life is pressed që kur jeta e tyre është nën presion and they encounter difficulty, dhe po hasin vështirësi, the way that they respond is not like the rest of the world. mënyra se si reagojnë nuk është si pjesa tjetër e botës. That we don't look as the world that clings for control in desperate situations. Që ne nuk dukemi si bota që kapet pas kontrollit në momentet vështira. That we don't look for satisfaction in the things of the world when we're hungry and thirsty. Që nuk kërkojmë kënaqësi në gjërat e botës kur jemi të etur dhe të uritur, But that we would choose to live a different life. por se do të zgjedhim një jetë tjetër, ndryshe. I like the way it's described in Philippians 1:9. Më pëlqen shumë se si është përshkruar te Filipianët 1:9. I apologize, I forgot this on the notes. That's fine. Philippians 1:9. It says this, I pray that your love will overflow more and more. Pali shkruan kështu, dhe për këtë lutem që dashuria juaj të teproj gjithnjë e më shumë, And that you will keep on growing in your knowledge and understanding. dhe të vazhdoni të rriteni në njohuri dhe në çdo dallim, For I want you to understand what really matters, që të dalloni gjërat më të mirash në përkthimin shqip, so that you may live a pure and blameless lives until the day of Christ's return. dhe të mund të jeni të pastër dhe të panjoll derisa Krishti të kthehet sërish. May you always be filled with the fruit of your salvation, Qofshi të mbushur me fryte drejtësie, the righteous character produced in a life by Jesus Christ. që arrihen me anë të Jezu Krishtit, For this will bring much glory and praise to God. për lavdi dhe për lëvdim të Perëndisë.
David, towards the end of his life, Davidi, nga fundi i jetës së tij, was considered a man after God's own heart. u quajt një njeri sipas zemrës së Perëndisë. This was not a man that lived perfectly and without sin. Ky nuk ishte një njeri që jetoi në mënyrë të përsosur, pa mëkat. In fact, his life was marked by many, many significant mistakes. Në fakt, jeta e tij u shënjua nga shumë gabime të mëdha. But the testimony of King David Por dëshmia e mbretit David would be one that returned to God in every season where he was desperate and thirsty. ishte e tillë që ai do të kthej gjithmonë te Perëndia kur ishte i dëshpëruar dhe i jetur. And I want to pray for you tonight Edhe unë dua të lutem për ju sonte. that when you're in seasons where the enemy seeks to steal your comfort, Që kur t'jeni në stin, kur armiku po përpiqet të vjedhë rehatin tënd, to take away your peace, të të largoj paqen tënde, to lead you to feel like there's lack in your life, të bëj ty të ndihesh sikur ka mungesa në jetën tënde, that you'll be reminded of Psalm 63 që do të kujtoheni për Psalmin 63. and the approach that David took Edhe përqasjen e Davidit, to remind himself that the Lord is his provider, për ta kujtuar veten që Perëndia është siguruesi i tij, his comfort, ngushëlluesi i tij, and his justice. edhe drejtësia e tij.